Në vijim të takimeve ndërgjegjësuese me të rinjt mbi dhunën me bazë gjinore, INAK zhvilloi një forum diskutimi në shkollën private Rahma në Elbasan, së bashku me këshilltaren bashkiake Ligerta Drizari dhe koordinatoren lokale të World Vision Enkelejda Mitro, u diskutua mbi format e dhunës që prekin të rinjt dhe mënyrat se si ata mund të reagojnë. Një vëmendje e veçantë u kushtua rolit të këshilltares bashkiake Ligerta Drizari, e cila ndau përvojën e saj dhe inkurajoi të rinjt të raportojnë dhunën dhe të angazhohen në komunitet. Nëse ndodh një shoku tuaj apo dikujt që jeni duke parë, pra të dini ku ta adresoheni. Kuptoni që heshtja nuk është zgjidhje, dhe e dyta të japim pak më shumë besim, le të themi, strukturave vizatuese. Ndërkohë, Enkelejda Mitro theksoi rolin e të rinjve në parandalimin e dhunës, si dhe i njohu ata me iniciativat e organizatës World Vision. Ka në fokus të rinj, zhvillimin e tyre, pavarësinë e tyre dhe fuqizimin e tyre. Ka në fokus shërbimet esenciale që duhet të marrin dhe ata që janë me aftësi të kufizuar. Besoj që keni hasur, le të themi, fëmijë që kanë aftësi të kufizuar dhe nuk marrin shërbimet përkatëse. Takimi u zhvillua në formë të hapur dhe ndërvepruese, me pyetje nga nxënësit, shembull konkret dhe video sensibilizuese. Ky aktivitet shënon një hap tjetër drejt ndërgjegjësimit dhe fuqizimit të rinjve për të vepruar kundër dhunës.